Prurjet e shumta të lumenjve gjatë ditëve të fundit me reshje shiu kanë depozituar sasi të konsiderueshme mbetjesh drejt Bregdetit të Lezhës. Pas tërheqjes së ujit të detit në plazhet e Shëngjinit dhe Tales, janë evidentuar zona të mbuluara nga trujgje drurësh dhe mbetje plastike, duke krijuar ndotje mjaft të madhe. Përballë kësaj situate me stabilizimin e kushteve atmosferike, Bashkia e Lezhës ka ndërmarrë masa të menjëhershme për pastrimin e vijës bregdetare. Prej kësaj të hëne, punëtorë dhe mjete të shërbimit janë angazhuar në terren për largimin e mbetjeve dhe rikthimin e Bregdetit në gjendje normale. Drejtori i shërbimeve publike në Bashkinë e Lezhës, Jurgen Marku, thotë se monitorimi dhe ndërhyrjet do të jenë të vazhdueshme për të patur një Bregdet të pastër nga rana hedhur deri në kune. Rreshtet intensive të shiut, çrandit e fundit dhe purjet e shumta të lumeve sollën në Bregdetin e Lezhës dhe mbetje të shumta. Kjo solli ndotjen në plazhin e Shëngjinit dhe Tales. Me përmirësimin e kushteve të motit, Drejtoria e Shërbimeve Publike në Bashkinë e Lezhës ka nisur ndërhyrjen për pastrimin, duke angazhuar mjete dhe punëtorë. Këto ndërhyrje do të jenë vazhdueshme në varësi të situatave që do të krijohen me qëllim që të mbajmë këto zona të pastra gjatë gjithë kohës. Prurjet e lumenjve, drinë dhe mat vijojnë të sjellin ndotje të mëdha në Bregdetin e Lezhës, sa herë ka shtim të prurjeve nga rreshjet e shiut, duke i kthyer në shqetësim për zonat turistike të Shëngjinit dhe Tales.